feminismus. Sot është një ditë e shtunë dhe një shtunë që nisi me një kohë të mbyllur, por shumë shpejt u hapë dhe do bëj një kohë e bukur. Pse nisa kështu? Nisa kështu se normalisht thonë që dita e bukur duket në mëngjes. Nuk është gjithmonë e vërtet. Edhe sot për shembull duk ditë e keqe. Po tash është ditë e bukur. Dhe kjo është për ta marrë si i frymëzim për të treguar që shpresa duhet mbajtur, duhet. Nëse. Ajo që desha t'ju them është se debatet e kohëve të fundit për atë ligjin që po çon ajo shoqja e saj Gjeni Karajt dhe të gjithë këto frymëzimet vinë nga Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian vazhdon ta masin në mënyrë idiote demokracinë në Shqipëri, se sa të respektshëm jemi ne me gay, me trans, me gender, me respektin dhe ku di unë prej nuk e di lashësive që vinë deri në ditët e sotme të njerëzve devijat, cilët kanë lindur në një farë mënyre ashtu siç ka krijuar natyra dhe Zoti dhe pastaj devijojnë sepse kështu kanë dëshirë ata. Dhe ky është edhe momenti për tu diskutuar. A jemi ne një shoqëri që i përsekuton këta njerëz? Po them me fjalën e plotë që as i plas kuj se çfarë bëjnë këta me bëthën e tyre. Nuk mërziten njerëzit. Mund nxjerrin në Barcalet, po jo se bëjnë gjë. Ne jemi shoqëri e evolume tani. Normalisht nuk i kemi qef, por as kërkush nuk guxon që t'i persekutoj këtë, sepse është trans, ose pse është gay, ose pse është homoseksual, ose lesbike. Marzit pastaj me imponimin e tyre, nësa edhe projekteve të mëdhaja që fillojnë nga Sorosi edhe deri ke Bashkimi Evropian i sotëm, që masin demokracinë, drejtat e njerëzit, me mrapanicën e tyre, ky tash është problemi i madh. Sepse e di ku është puna, miqtë e mi. Dhe është problemi i madh. Është se këta duan të imponohen shoqërisë. Këta nisen për të thënë, po na persekutoni kur këtu nuk i persekuton kërkush. Në të vërtetë kërkojnë të drejta më tepër. Kërkojnë të drejta punësimi më tepër. Kërkojnë, nuk e di, ke bankat duan liri më të madhe, duan financa më të mëdha, duan aktivitetet të tyre, duan që t'japin mësim, t'japin idetë e tyre dhe ti t'jesh pro këtyre ideve. Dhe fillojnë idetë e tilla duke thënë që ti nuk ke një baba dhe një nën. Jo, ti ke prindit 1 dhe prindit 2. Ti nuk duhet thuash femër, grua, jo. E di ajo se ç'a është. Ti nuk mund t'i drejtohesh kështu, pra këta i imponohen botës, japin leksione ideologjike, janë kthyer në ideologji si dikur fashizmi ose komunizmi. Duan t'imponohen dhe duan të përfitojnë. Këto nuk është se duan të drejtat e njerëzit, këto duan surplus, duan mbi. Pra, këta duan që të thuhet që gay është demokracia. Ju që s'jeni gay e keni gabim. Në të vërtetë, ato heteroseksual që janë edhe që e di gjithë bota, që kanë krijimin e familjes, këta kanë probleme dhe punën e familjes. Kanë problem të madh këto kur shohin një fotografi që ka një burr, një grua, një femër, një mashkull, 2 fëmijë, 2 gjysha, edhe një qenë, këta kanë problem të madh. Nuk është modeli i tyre i familjes. Modeli i tyre i familjes është një grua dhe një grua, që adoptojnë një fëmijë ose një burrë dhe një burrë, që nuk mund të lindin me njëri tjetrin, ose edhe mund të lindin, nuk e di, mund të lindin, edhe mund të lindin, kush e di, dhe që pastaj mund të adoptojnë dhe këtë shpjegim t'ja japin edhe botës. Shiko, kjo është fruti i dashurisë. Kujtoni këtë ambienti seksual është diçka e tillë, sepse këta plotësojnë dhe seksualizmin, e dinë që e plotësojnë ta. Tash nuk duhet më dot leksione të tilla. Këta gati thoshin asaj Albanës. I thotë ajo Gjemi Karaj, është lesbike par excellence. Halli madh që është lesbike, por problemi i saj është se kërkon më tepër duke qenë lesbike, kërkon të drejta më tepër se sa një që është lesbike. Ktu është problemi i tyre.
Edhe këtë pastaj e trajtojnë deri ke ato gratë, cilët sigurisht në pamundësi, në të dikushme e kaluar tonë, në pamundësi për të pasur një burr, një mashkull, shtëpia, ktheheshin gati në raportin mashkullor në shoqëri për të respektuar nga shoqëria e famshme patriarkale asaj kohe. Dhe këto i bëjnë lesbike. Dhe sigurisht kjo është një poshtërsi filozofike dhe historike që përdor një ignorante dhe idiote, po keqane, si ka kjo Gjemi Karaj. Ase kam problem fare të them kështu, sepse sigurisht të godasësh familjen nuk është thjesht një idiotizëm. Të godasësh familjen është bësh një poshtërsi shoqërisë, që për fat keq shumë shoqëri nëpër Evropë po e lëngojnë tani. E kanë lejuar, e kanë toleruar, kanë 25 vjet që e tolerojnë, dhe sigurisht i është prishur familje. I është prishur nuklei i familjes, sepse kanë marrë në nivelin e demokracisë më të mirën, që këta i kanë afruar. Dhe kush është? Është një mashkull me një mashkull, një femër me një femër. Dhe pastaj kanë filluar edhe marrëzirat e perëndimit që nuk prodhojnë fëmijë më. Ju duket e lotshme një femre, thot Gjeni Karaje, kush ja paguan punët që bën në shtëpi. Imagjinote çfarë duhet ta paguash edhe punën e nënës që bën, ajo që jep gjë fëmijës. Për çfarë arsye thot ta bëjnë këtë punë? Duhet ta bëj burri, është e tmerrshme, është e jashtëzakonshme kjo. Është sulm ideologjik kundra familjes, kundra moralit, kundra gjithçkaje. Dhe këtë të shesin për kulmin e moralit, kulmin e bukurisë, kulmin e modernitetit, dhe kanë katandisur perëndimin në një teveqel anti-familje dhe anti-moral, sepse do të dëgjoj këta deviant, nuk e di, pervers shpeshherë, ngjarjes të çmendura dhe propagandës të çmendur, që qëllimin kryesor kanë të shkatrojnë shoqërinë, duke shkatruar familjen, duke i kthyer njerëzit në numëror, në numra 1, 2, 3, 4, duke bërë 3-4 banja edhe për gender, edhe për trans, edhe për si t'i teket këtyre, duke i pyetur, a je një grua apo një mashkull, kush është një mashkull dhe kush është një grua, dhe të përgjigjen në mënyrën më idiote të mundshme, më perverse, të bëjnë edhe histeritë e tyre të nervave prej njerëzish të çmendur, të cilët pastaj prishin edhe shoqërinë. Dhe normalisht kjo shoqëri ka shkuar drejt një, sigurisht në perëndim kanë filluar ta marrin veten edhe po flasin haptas, po kjo ishte si pasojë ndrimit të presidencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa ishin me Bidenin, po të guxoje thoje 2 fjalë si këto, të merrin bat, gati të binin dhe policinë të arrestonin, se thuaj jo, unë jam një heteroseksuale, nuk mund të jem një gay. Dhe nuk jam për politika të tilla. Po, thoshin ti jeton në diktaturë. Dakord? Të bënin armik, të shpallin armik, sepse janë ideologjik. Kanë zëvendësuar ideologjinë, janë ultramajtist të degraduar, që edhe këngën e partizanëve Bella Ciao ja kanë dhënë këngë gayve. Dhe imagjinote që kanë kaos Palestinës gay, të mërshme, e jashtëzakonshme, e pa imagjinueshme. Këtë duan të bëjnë në Shqipëri, po provojnë. Duke mos qenë zot të ndrojnë kromozonet edhe ADN-n, merren me religionet. Religionin mund ta ndrojnë njerëzit sa herë të duan. Sot mund të jenë katolik, nesër shpallen musliman, mësane ortodoks, mësane budist, si duan ata. Po kromozonet nuk i ndrojnë dot. Këta dhe kromozonet duhet i ndrojnë, edhe ADN-n kujtojnë se mund ta ndrojnë. Në të vërtetë nuk kanë aftësi dhe nuk do ta kenë kurrë atë aftësi për ta bërë, sepse ajo është e dhënë e natyrës. Ata që besojnë Zotin, thotë Zoti. Unë që besoj natyrën dhe masë natyrës. Në këtë pikë jemi njësoj. Si natyra dhe Zoti. Për mua është njëra gjë. Këta nuk mund ta ndrojnë këtë. Këta kujtojnë se në ideologjinë e tyre të shpërfituar, perverse, mund të ndrojnë edhe kromozonin dhe ADN-n e njeriut. Ai është barkodi jon, kodi gjenetik i joni, këta s'kan çfarë i bëjnë, edhe shpikin gjëra të tilla prej 1, prej 2, dhe pastaj këto difusin edhe në shkolla, edhe në kopshte, për degraduar 100 fëmijë mendimin që ka dhe fëmija. Për ta përpunuar edhe ideologjikisht, që ai pastaj t'i shërbej numërorëve, radhës, jo njeriut. Për ta zhdukur nga individi dhe për ta bërë pjesë një kolektivi me numra. Dakord, kjo ishte e para. Unë besoj që si Partia Demokratike, kur ta çojnë atje ke ai komisioni dhe Partia Socialiste, po thirrjen e kam për Partinë Socialiste.
mos të merren me këto budalliqe dhe mos të aprovojnë këtë marrëzi në Shqipëri. Duhet ndaluar, duhet sjellin trendin e kohës. Trendi i kohës sot është me që merren me trendit. Të kthehemi ka trashëgimia jone forte e familjes. Është shkatruar familja në Evropë, prandaj Evropa sot vuan. Vuan për emigracionit, një, dhe dyta vuan për marrëzirat që kanë bërë më tepër se 25 vjet, gati 30 vjet me teoritë ideologjike, transgender, gay, etj, për t'i mbi vendosur, për t'i kapërcyer të drejtat e njerëzit, për t'i bërë ata pjesën e demokracisë, kurse të gjithë tjerët pastaj pjesë jo të demokracisë, patriarkalizmit. Kjo është qëllimi i tyre, sepse duan të prishin familje. Duan të kthejnë njerëzit në numëror. Mos ta bëjnë këtë gabim Partia Socialiste, me fjalë nuk do që ta bëj Partia Demokratike. Por nuk do ta bëj kurrë Partia Socialiste, do të ishte një nga skandalet dhe do ishte një barë e rëndë, peshë e madhe politike për këtë forcë politike. Partia Socialiste këtu rrjedh nga Partia Komuniste, por Partia Komuniste nuk ka qenë e tillë. Shqiptarët komunistë kanë qenë nacionalistë, trashëgimtar të asaj kohe e cila sigurisht nuk ka njohur të tilla gjëra. Partia Komuniste këtu të ka çuar edhe Vreoxha, i kanë vrarë njerëz të tillë. Unë nuk them të përsëritet krimi i tyre, por sigurisht me këtë nuk mund të jemi. Tjetra që desha të trajtoj është historia e Kullës, përsëritet prap historia e Kullës në Shkodër. U quan prap një dorë Majmunati Shkodër, sepse me sa duket ka filluar ndërtimi. Duke qenë se ka filluar ndërtimi, edhe këta qohen majnë një fjalim Facebook, se më tepër se sa ka që këta nuk janë zot të bëjnë. S'mund të bëjnë, sepse as kanë qenë zot në herë, as do t'jenë. Por dër mund të bëjnë, për dër e tyre nuk marrojnë asnjëherë. Kulla po prishin trashëgimin këta që kanë shkatruar trashëgimin në Shkodër në mënyrë definitive, e kanë kryer këtë punë. Këta tipa që shkatruan shtëpinë muzeet Luiq Gurakuqit, shkatruan edhe shtëpinë e Pionierit, shtëpinë e pallatin e Kakariqve, e shkatruan ta tipat, e kupton? Shkatruan mbi 200 dyer porta të Shkodrës, o shkuan zjarë o shkatruan këta. 22 monumente kulture, shtëpi monumente kulture, i transformuan këta tipat për 34 vjet rresh, 33-34 vjet rresh, duke filluar nga 1990 e deri në 2023. Këta i shkatruan. Këta nuk lanë pa shkatru oborre. Avulli. Nuk lanë pa i shkatru gjitha për të ndërtu. Merë shesh ndërtimi e ndërto kështu shëmtira si kanë ndërtuar në Shkodër. Pallate më të shëmtuara se ka Shkodër nuk i ka kush në Shqipëri. Dhe të orientuara keq. Të orientuara në mënyrë gjej një terren, paguaj ato shtëpitë aty dhe ndërto si ti bie harta, kupton? As nga dielli, as nga veriu, as nga jugu, në mënyrë edhe sigurisht edhe të realizuara keq. Mirë, po themi, në mënyrë arkitekturore dhe me arkitekt ignorant, dhe shpeshet në njeni për i tyne bërë edhe fjalë, merret që kur ka bërë mregullira, mund të ketë bërë mregullira dikur, por tash s'bën asgjë, janë marrëzira që bëjnë, dhe kanë vetëm interesat të tyre, kanë bloku ato projektet e mia, blokojnë të dhe sulmojnë a priori, po nuk pranojnë faktin se çfarë është shkatëruar deri tash. Nëse edhe këta, po edhe të tjerët, pastaj që politikisht nuk kanë lënë gjë. Me kanë bërë edhe plan projektin e famshëm, gjithmonë për gjysëm, për faqet zezë në 2017 ju vuri firme edhe Edi Rama, se ju thoshte t'ja mëllgojën këtyre, tash normalisht, as që do t'i shofja, i nuk i shef në horizont kur, edhe nuk i shef as populli i Shkodrës, sepse i di se çfarë kanë bërë me Baçet, me oborret e Shkodrës, me pallatet që kanë ndërtuar, me betonet që kanë hedhur, i di shumë mirë, me rrugët që kanë mbyllur, rrugicat që i kanë shkatruar. Katet e dyta, gjithë gjuadorit janë duke rënë tokë, këta bajnë akoma muhabete, si qemoti, thonë, në Korçë, dhe sigurisht mbrojnë Shkodrën. Ajo ndërtimi i Kullës ta i hedhën tokë fare, sepse thotë s'paku të bëm një gjë, duket një gjë brenda qytetërimit. Ta e duan Shkodrën fshat të madh. Këta e kanë vendosur ta shkatërrojnë, e duan ta shkatërrojnë deri në fund. Ka ardhur moment politik që këta nuk e shkatërrojnë dot më, se s'kan as lejet në dorë, nuk kanë edhe ata
ndërtues të gjithë me Partinë Demokratike, lëpirë ke Partia Demokratike, se këta shajnë jo patrolazhistë, jo lëpirësh këti, kanë harruar që janë lëpirë Sali Berishës, Partisë Demokratike, gjithë ata që kanë drejtuar Partinë Demokratike këtu, i kanë lëpirë, i kanë dhënë furça, jo vetëm Partisë Demokratike Sali Berishës, por Josefina Topalli dhe kush ka qenë këtu. Kanë shkatruar gjithçka, kanë devijuar rrugë, s'kanë mbledhur asnjëherë, sidomos në monumentet e kulturës, nuk kanë riparuar asgjë. Dhe tash i bëjnë tërci, sepse e duan Shkodrën, fshatin më të shëmtuar, më të madhe, më të shëmtuar Shqipërisë. Ashtu e Katandisën, periferi, shkojnë në provincën më të keqe të Shqipërisë, mbrapa të gjithë qyteteve të Shqipërisë, përfshi edhe ato të veriut, më përfshi Lezhën, e përfshi Kuksin, e përfshi Dibrën, e përfshi edhe Puka ishte më rregulluar. Me ardhen e një bashkie tjetër filloi të rregullohet Shkodra. S'lan kolektor pa i hyp me pallat sipër, nuk lanë leje gabim, duke shkatruar lulishtet, duke shkatruar të gjithë, duke hypur sipër me klube dhe me ndërtime mbi park arkeologjik. Këta i kanë bërë gjitha. Dhe tani thonë kulla. Këta farë maskaresh, njerëzish delirant, hajdut, në një njeri që është edhe idiot qytetar, imagjino të shi një person që ka një farë me emri dhe vazhdojnë me Sali Berishën, është halli mall të abnigjosh, është merë, kuptan, është merë, është jashtëzakonshme. Mi po kështu kanë qelluar këta tipat, kanë qenë gjithmonë këta tipat kështu. Kanë shkatruar Shkodrën e tash kanë edhe moral dalin, dhe bëjnë gam, sepse po ndërtohet kulla. Të jo një kull, po duhet bërë një projekt me 4-5 kulla në qendër të Shkodrës në town. Këta ja quan sahatet inglizit 1 metër afër. 1 metër afër, një ndërtim absurd. S'kan gjë pa shkatruar, nuk kanë gjë pa shkatruar. Kanë shkatruar, ish radio e vjetër, kanë shkatruar një lagje komplet për të ndërtuar. S'kan lënë gjë pa bën. Gjë pa bën nuk kanë lënë. As komunistat nuk kanë bërë çfarë kanë bërë këta. Jo, nuk kanë bërë gjë. Më tepër se sa kaq nuk mund të bënin, ata kanë prishur pazarin. Këta i kanë prishur gjitha. Prishën pazarin, prishën xhaminë e Parrucës, hodhën ne si idiot kishën e Vaudesit që ishte monument kulture. Edhe vazhdojnë blan antikomunistat e mëdhej. Ishte monument kulture, ma i kishte shpallë monument kulture. E hodhën 2 komunistë që më vonë u bën demokrat. Familjet e tyre u kthyn demokrate, të persekutuar. Kishën e Vaudesit. Këta vazhdojnë të japin leksione demokracie, këta ky majmunat i degraduam që e do Shkodrën fshat madh. Nuk do të bëhet. As ju pyet kërkush, flasin kot. Janë luftëtar Facebooku. S'kan asgjë në dorë, Shkodra nuk i ndjek mrapa. Provun të bëjnë një protest, 12 vet ishin nga Tirana, 5 vet ignorant, pjesë e politikës, e Këshillit Bashkiake dhe politikës shkodrane ishin. As kërkush nuk i shkoi. I gjithë qyteti abandonoi, nuk i do. Edhe unë po lodhem kot tash sepse këta si do kërkush. Dakord miqtë e mi, ajo kulla do bëhet edhe do bëhet edhe rregullimi i qendrës së Shkodrës. Kurse këta ignorant do të meten ke fshati i dikurshëm që donin e projektonin për Shkodrën. Shkodra nuk do vri fshat. Pengi tyre. Ka vdek kjo ditë. Nuk do kthehet më në marrëzinë që këta kishin projektuar për Shkodrën. Dakord miqtë e mi.